Përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sonte me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush ngjarjet edhe lajmet më të fundit që në fakt po tangojnë shtëpinë e Big Brother VIP Kosova. Do të flasim pak për këtë lojën që luhet brenda shtëpisë, por duke përdorur informacione nga jashtë. Siç duket, Labinot Rexha po shndrohet në një lojtar shumë i fortë, por se çfarë rrugë ka përzgjedhur Labinoti dhe sa do të jetë afatgjate për të, apo sa do ta bind publikun që Labinoti po luan lojën e drejtë, këtë do ta kuptojmë gjatë momenteve në vazhdim, sepse Labinoti ka përzgjedhur një rrugë shumë të rëndë, një rrugë e cila ka informacione nga jashtë. Kur flasim për informacione nga jashtë, me thënë Labinoti përdorën familjen e Elionës, gjëra të këtilla për të arritur të kapën shikueshmërinë. Por kjo e gjitha, do me thënë, ka filluar të ndikon ashpër tek pjesa e jashtme. Gjatë të gjitha diskutimeve që kanë patur mes Elionës, Labinotit, është përmendur familja e Elionës dhe është përmendur fenomeni që po hipnotizon Eliona publikun me historinë e saj dhe po viktimizon veten e saj për të qëndruar një ditë më shumë brenda asaj shtëpisë. Në fakt ka ngritur një pikpyetje shumë të madhe kjo gjëja, por Eliona siç duket është një 18 vjeçare që me qetësinë e saj, me natyrën e saj, me energjinë e bukur të saj, ajo po mundohet që t'i luftojë të gjithë banorët brenda asaj shtëpie. Nuk më pëlqen në fakt loja që ka përzgjedhur Labi. Labi në fillim hyri me një energji shumë të mirë, ndërtojti një rreth shumë të bukur, domethënë filloi që të bën një lojë shumë strateg dhe unë mendoja që Labi do të arrijë që të bëhet banori më i suksesshëm sepse kishte informacion nga jashtë, i dinte gjërat si gjykohen, e dinte se kush është e preferuar dhe kush është më pak e preferuar jashtë. Por siç duket ajo shtëpi të rëmben edhe t'i heq të gjitha mendimet dhe pikërisht sipas analizës time, e shoh që kjo gjë po i ndodhen Labit ose është i rënduar psikologjikisht sepse gjatë bisedave që bënte me kamerat ditën e dieshme tha që un kam kaluar një krizë të rëndë psikologjike. Domethënë e shoh pak Labin të dalur nga vetja dhe mendoj që me patjetër nga ana e produksionit ka nevojë për një surprizë, që ajo surpriza t'i dhuron Labit pak energji të mirë sepse ndoshta edhe mund të ketë krijuar mendime negative në kokën e tij që loja ime s'po më shkon mirë. Do të thënë Labi është duke i quajtur banorët me informacione nga jashtë. Tani, pyetja që kam unë është natën e nesër mbrëmshme, a do të ketë një lloj pezullimi për Labin sepse përdorën informacionet nga jashtë, apo thjesht do të thënë do të vazhdon ky rrugtimi në këtë formë ashtu siç duket që po vazhdon për të gjithë banorët. Dua të marr mendimin tuaj.